Unë realisht nuk njoh askënd prej tyre. Nuk e kuptoj se çfarë do Toni Goku të drejtësia. Ne e njohim për pastor, nuk e njohim për jurist. E njohim edhe për një person që ka një koeficient të ulët inteligjencë ose është dalluar për mediokriteti e vet. Kur do të bëj shumë i zgjuar dhe bën batuta që bën autogole. Edhe se si mund t'i besoj drejtësia një personi të tillë që nuk ka asnjë lidhje me drejtësinë, vetëm Rama e di. Por kjo për mua nuk është se bën çudi, sepse deri më sot jemi mësuar që Rama të vendosi njerëz të paaft në krye të dikastere të rëndësishme. Edhe drejtori i RSH-s sot nuk di të japi përgjigjese kur do hapet rruga Liprazh të Prenjas. Këtu inxhinierët e aftë janë për zënë ose janë lënë më njanë, janë persekutuar nga regjimi dhe janë marrë pa aftët njerëzit që firmosin çdo gjë që do Belinda dhe Rama. Mjaft të vjetë. Dhe doni edhe një gjë tjetër, tuneli Murrizit pse nuk firmoset? Se nuk guxon asnjë inxhinier të dorëzoj tunelin Murrizit sepse rrezikon burgun. Rruga është përfunduar sipas tyre. Duhet ishte marrë dorëzim nga qeveria, nuk merret dorëzim. Dhe në shkeljet e ligjit njerëzit kalojnë aty. Ka qarkullim mjetësh, rrezikojnë jetën. Po thoj se gjithë shqiptarët që kalojnë aty, por tash tuneli nuk dorëzohet sepse është i pasigurt. Dhe aty ka disa inxhinierë që udhim se lëkura vet. Por të tjerë të paaft, qoftë në drejtori të rëndësishëm, qoftë në ministri, Rama mund të gjejë sa doj. Dhe prandaj thash që nuk bën përshtypje për mua pse buritoni Goku te drejtësia. Ose disa emra të panjohur që çojnë në ministri të rëndësishme. Sepse ky njeri do vetëm kukulla, të cilat janë të gatshme të firmosin dhe Rama të marrë pjesë më të madhe të tepsisë. Sepse kështu ka qenë nga 2017-a, nuk i premton me asgjë shqiptarëve. Do vetëm tepsia, hallvaja, baklavaja. Deri di akuzonte se ja hante aleati, sot do ta hajë gjithën për vete. Edhe Belinda ose Olta apo Spiropali, dhe të tjerë mund të marrin një pjesë të vogël të tepsisë, sepse pjesë më të madhe do Rama. Ne kemi shkuar në vite 100%. Dhe çfarë i thotë Rama në Parlamentin shqiptar? Ka korrupsion kudo thotë. Se është bërë dhe Mehmet tash. Dje dhe sot e kanë krahasuar me ata afrikanë që thoshte unë korrupsionin do e mbroj nëse unë jam i përfshirë vetë. Pra ky njeri ka dalë hapur që është hajdut e korruptuar, po thjesht po i thotë shqiptarëve që mos u mërzisni se ka hajdut gjithandej, edhe unë hajdut jam.